Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga diabeti, mjafton një gotë nga kjo dhe do shpëtoni një herë për gjithmonë. Diabeti është sëmundje e cila prek të moshuarit dhe njëkohësisht të rinj. Shkaku më i shpesht është stresi dhe po ashtu edhe ushqimi jo i shëndetshëm dhe jo i rregullt. Me shtimin në peshë shtohet edhe rreziku për të prekur nga diabeti. Ky ilaç natyral do ju ndihmojë të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak, të forconi imunitetin, të pastroni organizmin, të forconi shikimin dhe njëkohësisht të vrisni të gjitha qelisat e këqija. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 grushte spinaq, 1 moll jeshile, 2 karrota, 2 shkopinj selino. Në fillim i shpëlani mirë që të gjithë përbërësit dhe nga mollët hiqni farat. I vendosni të gjithë frutat së bashku në blender dhe spinaqin dhe masën e fituar duhet ta pini në mëngjes me stomakun bosh. Këtunet do t'ju njohim me ushqimet më të mira për ta mbajtur diabetin nën kontroll. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak mund të jetë një proces mjaft i vështirë, prandaj çdo frut ose perime duhet që të jetë e duhura në momentin që ju e konsumoni atë. Në këtë video, ju do të gjeni të listuar të gjithë ushqimet të cilët do t'ju vinë ju në ndihmë me diabetin e tipit 1 dhe të tipit 2. Sipas ekspertëve, peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrat, omega 3 dhe acidet DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë në zemrën tuaj. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti, duhet t'i konsumojmë pasi ata janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelisat dhe reduktojnë inflamacionin, duke përmirësuar në këtë mënyrë edhe qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si për shembull spinaqi, lëpjeta, sallata janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura edhe me vitaminën C, e cila luan një rol tërësisht të shëndetshëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë të gjakut. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të ndryshme mjekësore kanë vërtetuar njëkohësisht se kanella mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë tuaj ndaj nivelit të insulinës në gjak. Gjithashtu, një tjetër studim vuri re se kanella arrin edhe që të ulë dhe kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët janë vërtet një paketë me vlera shëndetësore, përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin edhe nivelin e rrezikut të prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë edhe ndjeshmërinë tuaj ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi po ashtu është një ndër produktet më të mira të bulmetit për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Të dhënat po ashtu kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqernat në gjak dhe njëkohësisht parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Nga ana tjetër, tek personat me diabetin e tipit 2, kosi po ashtu ndihmon edhe për rënien nga pesha, duke qenë se përmban element të rëndësishëm për shëndetin, ndërkohë parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Tek personat me diabetin e tipit 2 ndihmon edhe në sistemin tretës. Arrorët po ashtu janë të shijshëm për sa i përket vlerave të pasura që kanë për organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, të gjitha llojet e arrorëve
përmbajnë fibra të cilat mund të treten shumë lehtë nga sistemi ynë tretës dhe për këtë arsye ato janë më së të rekomanduara që të konsumohen prej jush. Arrorët, ndërkohë, nëse konsumohen çdo ditë, mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe uljes të nivelit të sheqerit në gjak. Brokoli. Vitet e fundit, brokoli është kthyer në një vëmendje të veçantë sidomos nga mjekët për vlerat e larta shëndetësore që ai përmban pikërisht për organizmin ton dhe në këtë rast për diabetin e tipit 2. Sipas ekspertëve, është pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikalet e lira, të cilat prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë njëkohësisht në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Njihuni me nivelet e larta të vlerave të lëngut të karrotave në kurimin e diabetit. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që ne mund të konsumojmë në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Karrotat në fakt janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar nga flokët deri tek këmbët. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitaminë A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se nëse ju konsumoni vitaminën B6, ajo ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin tuaj të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A, nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme edhe për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini ju lëngun e karrotës? Megjithëse ka një shije të ëmbël, mund ta konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do të ngrejë nivelet e sheqerit në gjak. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni, në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë. Lëngun e karrotës mund ta pini me një herë ashtu siç është. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram moll të kuqe, 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram xhinxher. Përgatitja. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni. Më pas ruajini ato të mbyllur në frigorifer ose mund t'i konsumoni me një herë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te i diabetit do t'ju ndihmojë që ju të aktivizoni sistemin tuaj tretës, të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu presionin e gjakut dhe njëkohësisht ju ndihmon të forconi edhe shikimin tuaj. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!